Emocione, buzëqeshje dhe ngjyra shoqëruan festën e abetares në shkollën Miqësia. Pas një viti të parë plot zbulime dhe njohuri të reja, nxënësit festuan përfundimin e një prej etapave më të rëndësishme të rrugëtimit të tyre në arsim. Theksoj një gjë shumë të rëndësishme. Është festa 25 që zhvillohet për festën e abetares. Është një moment shumë i veçantë, sidomos për shkollën tonë, sepse fëmija marrin diplomën e parë që quhet diploma abetares. Kjo festa abetares është një rrugtim i gjatë, i mundimshëm, por finalizohet me një mrekulli. Unë jam shumë e lumtur që jam pjesë e kësaj lumturie të fëmijëve. Të dashur prindër, dashur mësuesëlla, unë dhe gjithë shukoj nga zemra horoj. Mirë se erdhët në festën tonë. Vinë rrethet tufa në ditare, si në plash, ndaj arushin mbylli sytë dhe u bë xhumash. Jam shumë e gëzuar se sot kam festën abetares. Por në koshin e bukur, si cili punën e ka, kur dëmon një tjetër, gëzimi shohet pa nda. Mes duar trokitjeve të prindërve dhe mësuesve, fëmijët morën certifikatat, hodhën kapelet në ajër dhe festuan së bashku këtë moment të veçantë, një ditë që do të mbetet gjatë në kujtesën e tyre, si simbol i hapave të parë drejt dijes dhe sukseseve të ardhshme.